Për herë të parë, pas më shumë se një dekade, në rrugën nga ura e Stomgolemit në drejtim të mesit në Posrib, është rikthyer ndriçimi i gjatorëve të natës. Investimi i Këshillit të Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë i ka dhënë zgjidhje një problematike që ishte kthyer në shqetësim serioz për komunitetin e zonës, pasi gjatë natës rruga e zhytur në errësirë ishte burim aksidentesh. Tashmë investimi i përfunduar ka rikthyer ndriçimin në 4.2 kilometrat e saj, që u inspektua nga kryetari i Këshillit të Qarkut Edmond Ndou, nënkryetari i Bashkisë Alban Preka, përfaqësues të Këshillit Bashkiak dhe drejtues të dy njësive administrative që ajo përshkon. Jemi sot në inspektimin e kryerjes së punimeve për sa i përket ndriçimit të rrugës së mbikalimit të Golemit deri tek ura e mesit. Janë rreth 4.2 km rrugë, të cilat i shërben të dy njësive administrative. Për këtyre janë 3 njësi të tjera të zonës së Dugaxhinit, si urlidhse midis këtyre njësive administrative. Ky është një investim i cili nikon drejt për drejt në jetën e banorëve të këtyre dy njësive administrative, sepse ma përpara kena pas rrezikshmëri të lartë për sa i përket aksidenteve të hershme që janë bë në këtë aks rrugor. Kemi një apel edhe thirrje të veçantë për sa i përket banorëve këtyre zonave në ruajtjen e këtij investimi, sepse është një investim i cili besoj është në parametra shumë të mirë. Një falënderim për Bashkinë e Shkodrës, e cila në bashkëfinancim me Këshillin e Qarkut Shkodër realizoi këtë investim për pak muaj, nga thirrja e dy administratorëve të këtyre njësive administrative, nga kërkesa pashershme që kishim në Këshillin Bashkiak të anëtarëve të Këshillit Bashkiak, ja arritëm që ta realizojmë brenda një kohe të shkurtër këtë investim. Një falënderim për gjithë komunitetin e këtyre zonave, të cilët gjatë kësaj periudhe ne janë gjendur pranë në realizimin e këtij investimit. Ky investim në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut u realizu në një kohë shumë të shpejtë, rekord mes dy institucioneve, me punojësit e bashkisë patjetër në shërbim dhe me orare të zgjatura, në mënyrë që të vënë këtë investim në punë sa më shpejt dhe në prag të festave të kishim ndriçimin e munguar për këtë komunitet. Duhet patjetër të falenderoj gjithë komunitetin për gatishmërinë dhe bashkëpunimin e treguar në realizimin e këtij projekti, të rryjnë këtë investim, por edhe të jenë bashkëpunues në çdo rast me sinjalizimin patjetër nëse është nevoja pranë organeve kompetente për çdo dëmtim që mund t'i bëhet. Faleminderit i veçantë shkon edhe kryetari i Këshillit të Qarkut për gatishmërinë dhe për kushtimin e realizimit të këtij projektit. Rruga e ndërtuar në vitin 2015 mbeti pa drita vetëm pak muaj pas përfundimit, pasi rrjeti elektrik u dëmtua pas vjedhjes së kabullit. Komuniteti i zonës kishte kërkuar ndërvite ndërhyrjen dhe ajo u realizua pas plot 12 vitesh, fal këtij projekti që Këshilli i Qarkut financoi në bashkëpunim me Bashkinë, duke rikthyer normalitetin në një zonë të frekuentuar e që ishte kthyer në makt për lëvizjet gjatë natës.